Tragjedia e Korçës, ku një 21 vjeçar u ekzekutua nga një 20 vjeçar, ka tronditur thellësisht opinionin publik dhe ka rindezur alarmet mbi sigurinë e të rinjve. Dalja në dritë e videove, ku shokët e autorit shihen duke qelluar me armëzjarri në mes të pyllit dhe të gjithë të rinjt së bashku që shihen duke pozuar me drogë në rrjetet sociale, ekspozon një realitet të frikshëm. Për sociologët, aksesi kaq i lehtë i të rinjve ndaj armëve dhe narkotikëve nuk është thjesht një deviancë individuale, por një dështim i drejtë për drejtë i institucioneve për të parandaluar krimin dhe për të kontrolluar territorin. Sociologja Maria Dojqe thot se në një qytet relativisht të vogël si Korça, ku grupet problematike dhe lëvizjet e tyre janë lehtësisht të identifikueshme, fakti që të rinjt kanë akses kaq të lehtë te armët dëshmon për një mungesë të theksuar të kontrollit të territorit. Ky ekspozim i dhunës tregon se kjo ngjarje fatale nuk erdhi rastësisht, por nga përshkallëzimi i një situate të lënë jashtë mbikëqyrjes nga ata që kanë për detyrë të sigurojnë rendin publik. Për sa i përket përdorimit të armëve, do ta shikoja pak me sy më skeptik, sepse përdorimi i armëve në vetvete, sidomos në shoqëri si ato tonat, një shoqëri deri diku e mirë kontrolluar, të paktën nga familja dhe rrjeti shoqëror, dhe nëse i referohemi qyteteve relativisht të vogla si të Korça, këtu është shumë lehtë për ta kontrolluar fëmijën apo shoqërinë. Institucionet e kanë shumë lehtë funksionin e tyre për ta ushtruar siç duhet, kur duan, sepse janë qytete të vogla me një numër banorësh të ulët. Ndaj, të ketë këto lloj ekstremesh të përdorimit të armëve, për mua një përgjegjësi shumë e madhe dhe një pyetje shumë e madhe ngret institucionet të sigurisë. Dojqe shkon edhe më tej në analizën e saj dhe konsideron shqetësues faktin që armët mund të gjenden dhe të përdoren nga të rinjt. Sipas saj, nëse një person i kësaj grup moshe ka mundësi të sigurojë një armë, atëherë përgjegjësia nuk duhet të kërkohet vetëm tek individi, por edhe tek mënyra se si institucionet kontrollojnë territorin dhe identifikojnë personat e përfshirë në problematika të tilla. Nuk është vështirë sot të gjesh përdorues të armëve, sidomos të këtyre grup moshave, në një territor sa që Korça, Korçës. Këtu ka neglizhencë ose bashkëpunim, në këndvështrimin tim gjithmonë. Sepse të mendoj që një i ri, 20 vjeçar, akseson kaq lehtë armë, ku armët dihet që në shtete si shteti ynë përdoren vetëm nga institucionet përkatëse, që është siguria e rendit publik, pra institucionet e sigurisë së rendit publik dhe siguria e mbrojtjes territoriale, që është ushtria. Ndaj popullata nuk ka drejtë të përdor armë, armët nuk janë lejuara në shtetin shqiptar. Dojqe cilëson veçanërisht problematike mundësinë që armët të qarkullojnë pa u identifikuar dhe që persona të rinj të përfshirë në konflikte të kenë akses tek ato. Për të parandalimi duhet të nisë shumë herët përpara se një konflikt verbal apo një përplasje mes të rinjve të kthehet në një ngjarje me pasoja fatale. Të gjenden armët kaq lehtë dhe të përdoren hapur kaq lehtë, dhe të mos identifikohen, të mos ndëshkohen këta fëmijë, të mos parandalohen këto situata nga institucionet përkatëse dhe sigurisht forcat e rendit publik, për mua është një neglizhencë ose mos ushtrim i rregullt të detyrës. Por një tjetër pikë e rëndësishme është edhe heshtja. Në një shoqëri ku njerëzit mund të kenë ndjeni për armë, konflikte apo persona problematik, pyetja është nëse ata ndihen të sigurt për t'i raportuar këto raste. Frika nga përfshirja në një konflikt apo nga pasojat që mund të ketë një denoncim mund të bëjë që shumë qytetarë të zgjedhin të heshtin. Për sociologen, kjo është një tjetër hallkë e problemit. Mendoj që po, në një shoqëri kaq agresive sa ne po shohim dhe po prekim në kohët e fundit, gjithkush sot do të ruajë atë qetësinë e vet dhe nuk do të bëhet shkak i problemit. Megjithatë, unë e ritheksoj, nuk është vështirë në teritoret vogla, në shoqëri të mirë kontrolluara, siç është qyteti i Korçës apo edhe qarku i Korçës, jemi popullata të vogla për syrin e rendit publik. Rendi publik dhe këto institucione kanë kapacitete shumë të mëdha se kaq për të siguruar një rend të mirë dhe një funksion më të mirë. Pikërisht këtu sociologja vendos theksin tek parandalimi. Sipas saj, në një territor të vogël si Korça, institucionet e rendit kanë mundësi më të mëdha për të evidentuar grupet apo individët problematik, për të ndjekur konfliktet dhe për të ndërhyrë përpara se ato të përshkallëzohen. Ajo thotë se masat parandaluese mund të bëjnë diferencën mes një konflikti të zakonshëm dhe një tragjedie. Këta të rinj janë lehtë të identifikueshëm. Këta qarkullojnë vetëm në 3 rrugë kryesore. 12 lagje gjithsej. Kështu që nuk është vështirë të identifikosh
ti parandalosh, ti këshillosh, të japësh masa paraprake, të mos tolerosh dhe në këtë rast ne parandalojmë raste fatale si rasti fundi që me dëgjuan dhe u tronditëm të gjithë. Duke ju rikthyer konkretisht vrasjes së 21 vjeçarit, Maria Dojqe thotë se bazuar në informacionet që kanë ndjekur në media, konflikti nuk ishte i panjohur dhe se kishte pasur episode të mëhershme. Pikërisht për këtë arsye, ajo ngre një nga pyetjet më të forta pas ngjarjes. Nëse situata ishte evidentuar më herët, a mund të ishte ndërhyrë për të parandaluar përshkallëzimin e saj? Ky rast nuk erdhi rastësisht. Paktën nga mediat unë pash dhe me sa hyra lexova, rasti ishte i përsëritur, konfliktet kishin qenë aktuale dhe prezente në vitet e fundit. Konkretisht agresori ishte marrë disa herë nga forcat e rendit, pra i duhet ishte një njeri nën vëzhgim, nuk duhet ishte i lirë dhe çdo lëvizje e tij duhet ishte e kontrolluar nga forcat e rendit. Sipas sociologes, nëse një person është përfshirë më herët në konflikte dhe është evidentuar nga autoritetet, atëherë kjo duhet të shërbejë si sinjal për ndërhyrje dhe jo vetëm si një episod i veçuar. Ajo e konsideron të domosdoshëm koordinimin mes familjes, shoqërisë dhe institucioneve, pasi asnjë prej tyre i marrëveçmas nuk mund ta përballojë i vetëm një problem kaq kompleks. Në këtë rast ishte parandaluar një tragjedi. Si ajo që ndodhi. Me keqardhje them si një qytetare e këtij qyteti, them që ka neglizhencë të ushtrimit me kompetencë të përgjegjësive dhe detyrave institucionale në këtë rast. Familja patjetër ka rolin e vet, shoqëria ka rolin e vet, por të dyja në mënyrë të shkëputur, pa ombrellën e madhe që janë institucionet shtetërore, nuk mund të dalë. Në fund të analizës së saj, sociologja ndalet tek një tjetër hallkë e rëndësishme e sistemit, gjykata. Për Dojqe, drejtësia ka një rol vendimtar në mënyrën se si shoqëria vendos standardet e saj dhe në mënyrën se si trajtohen raste të tilla. Ajo përdor një metodë për të shpjeguar rëndësinë që ka sistemi i drejtësisë në orientimin e shoqërisë. Gjykata është timoni i shoqërisë. Nëse ne duam të gjejmë drejtimin se ku duhet të shkojmë, timonieri që na drejton janë gjykatat. Dhe nëse gjykata e merr timonin të një anshëm, shoqëria bie në fatalitete. Kështu që nuk do thoya që gjykata ka ushtruar në mënyrë më të mëshirshme detyrën e saj. Pas një ngjarjeje të tillë, debati nuk lidhet vetëm me autorin apo viktimën, por me të gjithë mekanizmat që duhet të funksionojnë përpara se një konflikt të arrijë në pikën e pakthyeshme. Përfshirja në konflikte, aksesi tek armët, heshtja e qytetarëve dhe përgjegjësia e institucioneve janë problematika që kërkojnë ndërhyrje të hershme. Për sociologen Maria Dojqe, tragjedi të tilla duhet të shërbejnë si një alarm për familjen, shoqërinë dhe institucionet, sepse sipas saj, qëllimi nuk duhet të jetë vetëm dëshkimi pasi krimi ndodh, por identifikimi i rrezikut dhe parandalimi i tij përpara se një tjetër i ri të humbas jetën.